Nisim të edicion informativ me lajmin e fundit që ndiqni edhe në fleshin ton informativ. Ka ndodhur një grabitje në fakt në lulishten e hotel Sheraton. Do të lidhemi me kolegen ton Doriana Bezat për të marrë të rejat më të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Përshëndetje Doriana. Përshëndetje Ola, ashtu siç dhe keni marrë informacionin e parë nëpërmjet fleshit në Sheshin Italia përpara hotelit Sheratonit, pak minuta më përpara ka ndodhur një grabitje. Prej një grabitje me armë nga një person i maskuar, ka rënë një kambist i cili ka qenë i shoqëruar dhe me një person tjetër. Dyshohet që personi ka tërhequr nga banka një shumë të konsiderueshme parash, rreth 18 milion lekë të reja, të cilat sapo i kishte tërhequr nga banka dhe po shkonte drejt një qendre të shkëmbimit valutor për t'i thyer ato në valutë. Pikërisht në këtë moment, kur i kishte parat në çantë dhe teksa po drejtoi në qendrën e shkëmbimit valutor, ai ka rënë prej kësaj grabitjeje me armë. Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po ngredhe posaçërisht të ndryshme nëpër qytet për të kapur personin i cili dyshohet se bërë këtë grabitje. Ai nuk është identifikuar ende nga policia. Për momentin po përshkohen edhe kamerat në subjektet që ndodhen tek Shesha Italia dhe tek hotel Sheraton për të bërë të mundur identifikimin e personit. Po ndërkohë ne po ndiqim pamje të drejtë për drejta nga mjedisi i jashtëm i hotel Sheraton, pikërisht aty ku ka ndodhur grabitja dhe ku e shikoni janë mbledhur forcat e policisë, cilët janë duke folur edhe me të paktën një person që ndodhet atje për jashtë. Po Dori, nëse s'kemi informacione tjera, Për momentin këto janë të natyvetme që kam, pasi grabitja ka vetëm 5 minuta që ka ndodhur. Në momentet në vijim, në minutat në vijim, që se kam të reja të solicitjen. Po, faleminderit për informacionet paraprake që përsodhë drejt për së drejti në studio. Ky ishte lajmi i fundit me cilin e çelëm edicionin e lajmeve. Vjojmë me të tjera zhvillime të ditës përgatitura në këtë edicion. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët tha se në 2 vite të qeverisë Rama janë vjedhur 2.2 miliardë euro përmes taksave dhe tenderave korruptiv. Basha bëri publike 11 emrat e kompanive pranë qeverisë, të cilat sipas tij kanë përfituar 88 milion dollar, duke shtuar se paratë që qeveria ka shpenzuar në tendera dhe luks do të ishin të mjaftueshme për të punësuar 25.000 shqiptarë në një vit. Cila është kombëtarja e oligarkisë? Në port Alco Impex, kompani pronësi të Arber Abazit, NIP-it të Sadri Abazit, me 30 tendera, një vlerë totale për 1.4 miliard lekësh. Atelier 4, pronë e klientëve dhe miqve personal të Edi Ramës, Shkreli Jeftimi, me 18 tendera dhe vlerë totale 267 milion lekë. Klasik, kompania në pronësit Agron Papulit, ka fituar 19 tendera me vlerë totale 595 milion lekë. Eurocol, në pronësit miku tjetër të Edi Ramës, Sander Carapuli, ndërtuesit të Sarajeve të Surrelit, 12 tendera me vlerë 18 miliard lekë. Eurogjici Security, në pronësit Safet Gjicit, kandidatit për Bashkinë e Kamzës, 159 tendera me vlerë totale 7 miliard dhe 180 milion lekë. Një kompani jashtëzakonisht e vogël që fiton tenderat, po punimet i bën Inteku i Ilirit, 45 tendera me vlerë 752 milion lekë. Vetë Inteku 32 tendera me vlerë 1.5 miliard lekë. Ndreu Security e Pjerin Ndreut, në 3 vjetë, 37 tendera, 91.6 milion lekë. 916 milion lekë të vjetra. Marketing Distribution e Vil Manushit, 23 tendera, 134 milion lekë. Trimet, po kështu në pronësit Vil Manushit, 458 tendera, 260 milion lekë. Dhe Omega Pharma, 830 milion lekë. 88 milion dollar për 11 veta, me lidhjet ngushta në pronësi të qeveritarëve. 88 apo 89 milion dollar të dhëna klientelës qeveritare dhe 90 milion dollar shpenzime luksi do të ishin të mjaftueshme
për të punësuar së bashku mbi 25.000 shqiptarë në një vit. Me rrogë 540.000 lek në muaj. Pra nëse doni që politikën ta kthejmë në një cirk, një klon e kemi, klonin e dytë nuk do jo jap. Opozita nuk mund të jetë klon. Unë jam këtu për të shprehur shqetësimin e thellë për situatën, për t'ju treguar shqiptarëve me fakte, me emra, me mbiemra, shkaktarët e kësaj situate dhe për t'ju dhënë rrugët e daljes nga kjo gjendje. Por çdo gënjeshtër i vjen koha që dalin pa, dhe sot gënjeshtra më e madhe në Shqipëri dhe në Ballkan, rrena më e madhe, epike e Shqipërisë dhe shqiptarëve e ka emrin Edi Rama. Kështu që nëse na ndjek dhe vazhdon të na ndjek, përshëndetje se ka me ty, por me paret që ke vjet. Do t'ju rikthehemi edhe një herë ngjarjes lajmit fundit me të cilin çelëm këtë edicion informativ, pra grabitjes së ndodhur në pjesën e jashtme të Hotel Sheraton, pikërisht tek Lulishtja. Tani në studio kemi një nga dëshmitarët e vendit të ngjarjes, është gazetari Artan Hoxha, i cili është gjendur aty kur gjithçka ndodhi. Përshëndetje Artan. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdha. Ndërkohë kemi edhe pamjet e drejt për drejtat që vijnë nga jashtë Hotel Sheratonit. Si ka ndodhur kjo ngjarje? Çfarë ke mundur të shikosh atje? Ose edhe me tregimeve të tjera? Referuar nga orari kur ka ndodhur. Dita sot mbas 2 ditëve me shi, ditë me diell. Situata ishte e qetë, kjo orar mbas dreke, domethënë, me qetësi. Dhe më pamit parë kur përshtypjes se ty po xhiroja një film, nuk ishte skenë reale. Por ajo që domethënë tërhoqi me mendjen ishte personi me mazë dhe me pistolet. Për fat mirë nuk qelloi, sepse mund të kishte shkaktuar ose të godiste personat që kishin objektiv për t'i grabitur, dhe boll vetëm zhurma që mund të krijojë në një vend më të mbrojtur të Tiranës. Sigurisht do të shkaktonte panik. Ku ishit ju dhe ku ishte personi? Konkretisht, nuk kam qenë te Grandi, tek bari që ka para Sheratoni. Madje kam qenë në pjesën, kam qenë kam, se në atë moment kam qenë duke u larguar nga hoteli, kur nga brenda bankës, nga brenda banka që ndodhet në brenda hotelit, nuk e mbaj mend filiali, është një bankë nivelit të dytë. Dalin 2 persona, ishte një me moshë më të re dhe një me, do që ky besoj në moshë më të re, të paktën nga ajo njohje që ka mund, ka një pikë change-i, dhe një person tjetër në moshë më të madhe. Kanë dalë të dy, kanë kaluar tek Lulishtja që është para Hotel Sheratonit, kemi parasysh aty ajo ka një rrugis të shtruar me pllaka betoni. Ata kanë qenë duke kaluar pikërisht në atë pjesë, pra në Lulishtën para Sheratonit, para Bar Grandit. Dhe në dorë mbanin një çantë. Në dorë kishin parat një djalë që patën faturat. Në çantë, parat ishin brenda një çante apo valixhe. Dhe nuk e fiksova sepse ishte një moment që ke parasysh se kishte nuk i kisha mendje. Domethënë nuk po shikoja me detaje. Kur në moment një djalë me mas në kokë, me pistolet në dorë, drejtohet drejt tyre, bërtet, lësho parë, mbasi një nga ato shprehet. Pa prit mas me një, kanë parë kanë ngrirë personat që kishin. Ky personi i u shfaq këtyre të dyve në pjesën ballore apo pas krave? Ai u ka ardhur nga parë. Nga para. Ai ka ardhur me vrap. Ka ardhur nga një pjesë, domethënë nga po ta kemi parasysh pjesën e stadiumit ose rruga që vjen te Juvenilia. Kam përshtypjen nga ajo pjesë me vrap, pistoletën në dorë, ka marr parat dhe nga aty menjëherë me vrap ka dalë në rrugën që është përpara Sheratonit. Aty e priste një motor me fuqi motorike të vogël, dhe një person tjetër, ka hipur në motor dhe është larguar. Në momentin e parë kur ka përshtypje që nga që nuk pati dhe krisën, domethënë, duk sikur gjëra i film mes ditës. Por ndërkohë personat që u grabitën me një herë reaguan, njerëzit që qelluan rreth rrotull aty, është një se ajo siç duket edhe pamjet, kush e parkuar makina aty zakonisht rri taksi e parkuar.
Ndërkohë mbrapa kësaj taksis ka qenë një makinë tjetër, një autovetur, kam përshtypjen do ketë qenë Nissan, ato autoveturat e vogla, ose Nissan ose Renault. Dhe ishte edhe një grua e cila kjo autovetur aty kanë ndonjë parkuar për një kohë gjatë masë më shumë se gjysmore dhe ajo grua ka qenë brenda në makinë, ndërsa policia më njëherë shkoi aty dhe ka marrë deklarimet e saj. Personave që kanë qenë rreth rrotull masë taksis aty qëndronin dhe makinat parkuara. Nga kontakti i parë që pata unë me njerëzit aty, me ata që kishin qenë aty, pra më thanë që e kishin vënë në re motorin me 2 djemë të rinj që kishte lëvizur rreth 3-4 herë para hotelit Sheraton, pra në rrugën para hotelit Sheraton. Pra kishte lëvizur para mbrapa, si duket ka kontrolluar zonën dhe në momentin që ka parë lëvizjen, menjëherë kanë reaguar. Tani, fakti që gjëja që të bën përshtypje është, së pari, njëri nga, domethënë, personi i grabitur është një kambist i njohur, i cili ka aktivitet dhe ka një nga qendrat e këmbimit valutor në qendër të Tiranës. Është mbrapa hotel 15 katësh, domethënë në bulevardin Zogi Park, së pari. Së dyti, orari është një orar pra mbas orës 16. Keni parasysh bankat i mbyllin veprimet në atë kohë. Me sa duket personat kanë bërë veprimet, faturat i kanë patur në dorë, pra nuk ja u morën faturat, i kishte në dorë, mbajmend sikur edhe policia aty i kishin ende faturat. Dhe gjë që të bën të dyshosh që autorët së pari kanë patur informacion që do bëjnë një transfer në shumë të madhe. Së dyti kanë pritur dhe orarin. Fakti që ata kanë ditur që ka një transfer të madhe, kanë pritur dhe orarin, do thotë që informacioni për ta ka qenë shumë i detajuar. Dhe shuma, të pak në ajo që mora vesh aty është sepse personi i cili u grabit kishte faturat në dorë që Sa ishte shumë? kishte rreth 180 milion lekë të vjetra, 18 milion lekë të vjetra. Pra i kishte faturat në dorë. Dhe mënyra reagimi si është bërë, fakti që është vepruar në një zonë dhe keni parasysh, unë vetëm para jave kam thënë, kemi qenë po këtu në studio, që në këtë zonë ka kamera sigurie, sepse është njëta zonë ku kërcënua ish rektori Universitetit Tiranës Zori Kule dhe aty janë sekuestruar kamerat e sigurisë. Hoteli vetë ka siguriti të vetëm. Dhe pra, aty janë disa objekte që kanë mbrojtje. Kanë mbulim me kamera, kanë dhe polici private. Plus që her pas here ka dhe lëvizje të policisë. Është vërtet për të çuditur që mënyra se si është bërë grabitja, reagimi ka qenë i shpejt, informacioni për grabicit ka qenë shumë i saktë, pra ata kanë ditur me saktësi për transfertën e madhe, orarin kur të bëjë transfert ata mbit. Dhe kjo ka dhënë mundësinë për të reaguar pikërisht në atë pjesë lulishës. Personi që priste në motor, ka qenë gjithashtu i maskuar apo jo? Personi që ishte në motor nuk ishte maskë. Nuk ishte i maskuar. Paktën ai pozicion që arritëm të shkojmë nuk ishte. Dhe aty që pyeta unë dëshmitarët që ndodheshin më afër, nuk ishte maskë. Por të thash, gjëja që të bën çudit aty është fakti që si e ka marrë guximin me reaguar aty kur thash vetëm një javë unë kam thënë po këtu në live që ajo zonë është mbuluar me kamera. Dhe sigurisht derisa ata kanë lëvizur 2-3 herë aty përpara, besoj që kamerat e sigurisë bizneseve rreth e rrotull mund ta kenë fiksuar motorin edhe mbase mund ta japin një identitet të autorëve të kësaj grabitje. Ky në spekulim tani, një guxim kaq i madh në mes të ditës në një zonë kaq frekuentuar tregon për amatorizëm apo profesionalizëm? Shiko, ka dhe një logjik, domethënë ndërhyrje aty. Së pari, sepse personat që kanë bërë transfertën i kishin parat në dorë dhe kanë qenë ende në këmbë. Pra, ata poshtë te rruga i priste një mjet me cilin ata do lëvizin. Pra, grabicit kanë bërë këtë llogari. Kanë patur informacion, domethënë kanë menduar që është më mirë ta kryejnë grabitjen ndërsa viktimat janë duke ecur në këmbë, se sa ta bënin me ata në makinë, sepse do të ishte më vështirë për ta ndaluar makinën, dhe aq më tepër që automjeti do lëvizte në bulevardin kryesor të Tiranës, si do e bënte edhe më të vështirë ndërhyrjen me mjetin motorik që kishin ata. Me sa duket ata kanë studiuar, e kanë menduar mirë dhe kanë reaguar. Fakti që personi që ka grabitur, domethënë ka patur maskë ose diçka të ngjashme që ka mbuluar fytyrën e vet, sepse nuk mund ta identifikojë. Ka ndodhur edhe aq shpejt sa duket tash si sigurisht sken filmi, pra ata kanë vepruar me vetdije pikërisht në atë zonë, sepse sipas tyre rreziku për ta ka qenë më i vogël
po të vepronin aty ku vepruan se sa në një pjesë tjetër, ose në momentin kur viktimat do të kishin hipur në automjet dhe pastaj do të bëj më vështirë grabitja. Sigurisht që është një ngjarje që më shumë ka efektin spektakolar, është një ngjarje pra që në klimën që është krijuar në kryeqytet dhe në tërësi duket sikur ka problematik të madhe të rendit të sigurisë, por në fakt është një ngjarje që ndodh dhe Sheratoni atëherë, domethënë në ambientin më të mbrojtur të kryeqytetit, kjo të bën pra të dyshosh që kemi të bëjmë me grabitës profesionistë që kanë patur informacion të detajuar për transfertën, për personat që dispononin parat dhe kanë studiuar më së miri vendin ku do bënin grabitjet. Uroj që policia në bazë edhe të dhënave, faktikisht policia ka ardhur shpejt në vendin e ngjarjes, ka marrë deklarimet e para, por duhet keni parasysh që me mjete të tilla motorike në qendër Tiranës ke shumë mundësi për të larguar. Sigurisht gjurmë kanë lënë sepse tash vetëm bizneset rreth rrotull kanë kanë lënë dhe njëri ka qenë pa maskuar, kanë kamera sigurie, por nëse ata janë të skeduar, më përpara policia do ta ketë më lehtë për të identifikuar. Por nëse ata nuk janë të skeduar, megjithatë besoj që shumë e rëndësishme fakti që si e kanë marrë ata informacionin që pikërisht në atë moment ky person po bënte këtë transfer, sepse shuma nuk është një shumë normale për pikë këmbimit valutor. Pra një qendër change i zakonshëm, një shifër prej 180 milion lekë të vjetra, nuk është një shifër e zakonshme. Pra, po i tërhiqte nga banka dhe po i çonte në pikën e tij. Faleminderit Artan Hoxha për hollësitë që përcollët në studio, duke ardhur drejt për së drejti nga vendi i ngjarjes dhe duke përshkruar gjithçka ju keni parë në lidhje me këtë grabitje të ndodhur vetëm pak momente më parë në Hotel Sheraton në Lulishten Parati. Faleminderit. Faleminderit. Përpara se ta mbyllim këtë çështje, shkojmë edhe një në lidhje me Doriana Bezat, e cila vazhdon të jetë në vendngjarje, ç'është duke ndodhur atje në këto momente. Përshëndetje Dori. Përshëndetje Edvin, siç po e shikoni dhe nga pamjet e drejt për drejta në ekranin ton, policia ka mbërritur në vendngjarje, ka bërë perimetrin e sigurisë dhe po blidhen të gjitha provat për të dokumentuar këtë grabitje të pazakont. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet që autorët e kësaj grabitje janë larguar në drejtim të rrugës së Elbasanit. Megjithatë, ky është një informacion ende paraprak dhe i pavërtetuar nga policia. Të gjitha informacionet të cilat kemi transmetuar në ekranin ton janë nëpërmjet burimeve nga policia, pasi ende nuk ka një njoftim zyrtar për këtë grabitje. E qartë. Po, faleminderit. Ishte Doriana Bezat, pra drejt për drejt. Faleminderit Dori dhe për këtë lidhje tjetër. Do të lidhemi sërish me të pasur të reja të tjera nga kjo ngjarje. Ecëm ndërkohë me të tjera zhvillimet përgatitura për këtë edicion informativ.